Shumë e rëndësishme është, dhe pse këtu mungojnë ministrat, është binomi Kumbaro-ADF. Mirela Kumbaro, basi na e futi ADF-n me të dyja këmbët, në një ligj me porosi në ligjin e trashëgimisë kulturore, dhe sot ADF-ja është koncesionar i pothuajse të gjithë elementeve më të rëndësishme trashëgimisë kulturore në Shqipëri, që nga Butrinti që ka marrë me koncesion, tek Elbasani që është futur tek Alaja, në Gjirokastër është ADF-ja, në Durrës me projektin Tit dhe Bid është ADF-ja, kudo është trirë ADF-ja, fal një ligji me porosi të paguar nga vetë ADF-ja, të deklaruar $150.000 të paguara për ligjin e trashëgimisë kulturore, e kemi sot kudo. Mirela tani ka marrë arsimin. Dhe me që Mirela ka marrë arsimin, binomi Mirela-ADF duhet shtrihet edhe në arsim. Dhe keni sjell projekt ligj në kuvend që është të vësh duart në kokë, që nuk e gjen në asnjë vend të Europës dhe nuk e gjen në asnjë vend botës ku detyrat e shtetit t'i jepen një fondacioni privat, dhe keni sjell projekt ligjin që parashikon shkrirjen e qendrës së shërbimeve arsimore, siç njihet QSHA, dhe krijimin e një agjencie kombëtare të shërbimeve arsimore, ku me demek do t'jetë shtetërore, ku në fakt de facto do t'katë vullën dhe kontrolin ADF-ja. Në relacionin shpjegues gjeni, ky projekt ligj është hartuar në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar-Amerikan për zhvillim ADF-n. ADF-ja na bëka projekt ligjene. Pra në këtë vend bën projekt ligje ADF-ja për të marrë gjëra shtetërore, po ADF-ja një subjekt privat. Një subjekt që sot më në fund kemi një shkres nga ambasada amerikane, shpëtoni dhe ju që kishit merakun që ishin amerikanët apo jo, që thot nuk është institucion shtetëror amerikan, nuk ka lidhje me ne, është një organizat private që ka aktivitetin e vetë. Sqarohemi dhe për këtë pjesë se ishit pas sqaruar kur merrte Butrintin. Dhe i gjithë procesi që nga njoja e diplomave të studentëve që kanë studiuar jashtë dhe duan të vinë në Shqipëri, që tek tezat e maturës shtetërore, te licencimi mjekëve, infermierëve, mësuesve, te tarifat që do të paguajnë studentët shqiptarë për të marrë një vërtetim, për të bërë një provim, të gjitha këto do t'i vendosi ADF-ja. Sepse bordin që ju keni krijuar, e njëjta gjë, domethënë, është e frikshme se si mund të jetë i njëjti projekt ligj i marrë nga trashëgimia e çuar te arsimi vetëm se shkon Mirela Kumbaro dhe interesat e veta klienteliste. Risia është përbërja e këshillit drejtues të agjencisë së re. Dhe në këtë bord thot do të jenë përfaqësuesit e partnerëve strategjik donatorëve, që do të jenë përfaqësuesit e ADF-s. Pra bordin na e merr prapa ADF-ja siç e ka marrë dhe siç e ka në gjithë projektet e trashëgimisë. Kjo është fundi i një shteti që nuk mban përgjegjësinë në një nga shtyllat themelore, kërkesat kushtetutës, siç është arsimi dhe siç është detyrimi për të ofruar arsim dhe për të ofruar standarde në arsim, dhe alini dhe i merr ADF-ja. ADF-ja këtu pastaj bëhet zoti i arsimit në Shqipëri, ku ministria de facto qëndron, po de jure nuk ka asnjë rol në proceset thelbësore që lidhen drejt për drejt me cilësinë e arsimit në Shqipëri, që nga tezat e maturës shtetërore. Kjo është një çështje që sigurisht sot fillon, është një çështje që nuk lihet me kaq, është një turp i madh pafytyrësia që ka Ministri i Arsimit që ta marrit njëjtët klient, ashtu siç merr drejtorët që i kanë ndjekje penale, merret njëjtët klient privat siç ka ADF-n, që e kalon nga trashëgimia te zonat e mbrojtura ku ishte mjedisi edhe tani tek arsimi. Hiqni dorë nga këto paçavure se nuk tregon